Edhe më doket si me ndodh dje. Po dhimbta nuk po përfundoj ka asnjëherë. Çdo ditë, domethënë vjen fish të ushtu edhe të ushtu. Që çdo herë flan dhe çohet si Gjerdi, si Tara, si Paulina me Julietën. Nana Julietës, ashtu që e ke po ti, hala vazhdon me qenë ashtu. Në gjendje shumë trontë, emocionale. Po Edi a ka tentu ndonjëherë me kontaktu me fëmijët? Asnjëherë. Shpat faleminderit shumë se pranove ti jesh pjesë e emisionit Shoho, edhe me i ndohet gjithë këtë dhimbje, këtë histori me ne dhe gjithë shikuesit tonë. Faleminderit shumë prej te era. Me ty kom pa bisedu edhe njerë para një vitit. Do të thonë fiks një vit jemi në kontakt për me realizu këtë intervistë sot. Edhe që e erdhë vakti me bisedu në lidhje me rastin që na ka ndodhur. Faleminderit edhe njerë shumë për juve. Është shumë vështirë me diskutu për temat të tilla, por patjetër që duhem me i folë që gjithmonë me një qëllim të mirë që sa do pak me ndërgjegjësu publikun edhe me u ndalë raste të tilla. Po ndalemi prej pjesës të fëmirisë shpat, ju keni pas një lidhje shumë të afërt me Julietën. Po. Unë jam konë më i përkthjelum edhe prej sena shumë. E kem pas një dashni shumë të madhe ndaj njëri tjetrit se çdo derë, çdo sende kena bisedu edhe bashkë. Përveç këtyre të fundit që u konë shumë vështirë mi nxirr asena një diçka, edhe pse ajo asnjëherë në asnjë moment nuk ka pas asnjë vrejtje, domethënë të tyrë që ki mujt me pa që ajo ka ndonjë problem ose ndonjë diçka shumë të madhe që me ardhë deri në këtë pikë. Julieta si fëmijë u konë një fëmijë shumë i harreshëm, një fëmijë shumë i dashur. Ka fillu qysh me punu në stomatologji në Pej. E ka desh shumë punën e vetë. U konë shumë e mirë për familje, për kolegë, për gjithë afërmit tanë. Çdo moment u konë aty, çka na kena pas nevojë. Ju gjithmonë e keni përshkruar kur kemi bisedu ma herët që Julieta ka qenë shumë e fortë dhe ka qenë ajo vajza në familje që një farë forme ka marrë barrën përgjithësim për disa... Po, nëse na kena pas diçka na makollaj kena thonë Julietës se kena ditë që gjithësisht ka më krye e punë. Se u konë shumë e fuqishme në çdo aspekt. Ato kanë qenë 3 motra. Do me thonë deri në momentin që ka ndodhur rasti, për çdo ditë ato kanë pi bashkë kafe. Do me thonë çdo ditë kam pi kafe edhe në kafeterinë të vllaut. Do me thonë janë shku, na jena konë shumë të lidhur ndërmjet vetë, dhe vazhdojmë me qenë prapë. Se tash i kena edhe 3 fëmijë Julietës që mundohemi e jep ngrohtësinë, dashurinë, gjithçka përveç nanës, se s'mundem ja zaventsu në asnjë moment. Po Julieta ka qenë shumë e fortë ka karakteri, ka çdo send që neve nëse na ka vijë diçka shumë thjesht e kena thirr Julietën, Julieta a bëjmë çu që edhe ajo asnjëherë nuk ka pas përgjigje negative, gjithmonë u kom po. Edhe nëse s'ka mujt me bëj ajo u kom po. Edhe u kry, domethënë ajo e ka bo. Pastaj Julieta u martua? Julieta u martu me Edin, patën një fillim një jetë shumë të mirë. Pastaj ndryshuan do sende. Problemet ja fillun ai pa punë. Julieta punoj ke nuk ka mujt asnjëherë nuk e ka thonë ato që burri nuk punon, edhe unë po du diçka, po do me thonë nuk konë e njëjta, edhe që s'punon burri u konë e njëjta, ka vazhdu. Edhe ka gjithë kohë për gjithë, për juve, për fëmijë, për bashkëshorten. Në çdo moment u konë e gatshme për gjithë secilin sen që neve na ka nevojit, si familje, si ka ona burrit, si ka ona familjes vetë. Po shpat, a keni gjatë kësaj periudhe, a keni vrinë të njëherë diçka që... Unë thash edhe më herët, të Julieta në ftyrën e saj konë shumë problem me vrejti që ajo ka një problem.
Në vitin 2021 e mbaj mend që ka pas një problem me burrin, që e ka paraqitur në rastin polici. Na i thojmë nëse ki probleme, hajde shtëpia është e jotja, kthau këtu. Po ajo aq shumë e ka desh burrin e vet dhe aq shumë ka bo për to sa që nuk ka pas shansa në asnjë moment ti mi thon mu largu prej tina, se nuk ka desh. Çka do që ka ndodhur në lidhje, ajo kon kratina. Edhe nëse ti ki thon ai po bën kështu, ajo ka vazhduar pet me ato të vetën që gjithçysh u duft mbas burrit. Na e kena marrë vesh mas andena që ajo u kon e dënume me kusht, në këtë rast, dhe burri u dënu me 400 euro. Po e di edhe që Gjulieta e ka pagu. Edhe gjobën e tina e ka pagu Gjulieta. Ta ajo asë njëherë nuk ka ndodhë me thonë ndimon për shtasë, ndimon për ata. Ajo kritika u mundu mi menagju dhe mi pas vetë mi kry. Unë tash dhe ma herët që ato kanë qenë 3 motra që çdo ditën e gatë kanë ndetë dhe kanë bisedu në ato mundësit e veta, po mëngjes e kanë pi kafen bashkë. Që mu preja se ditë nuk kanë dalë as të dyjat, se normal dhimbta dhe mërzia është shumë e madhe për Gjulietën. Pastaj do të kalojmë edhe të kjo pjesa e situatës që po kalon familja. As ato nuk ka mujt me vrejt qaq shumë probleme që Gjulieta ndoshta ka pasë dhe ka bart me veti. Si e kujton natë shpat kur ndodhi kjo ngjarje kaq tragjike? Ka qenë ora 7:45 kur më kanë thirrë në telefon prej policisë Pejës. Edhe po më thot zyrtari policor, shpata e ti, thash po une, tha jena prej policisë Pejës, tha a je zgju, thash po, vishona, çka më ju ndihmu. Tha Edi e ka vrarë Gjulietën. Edhe unë për një moment i thash mos je gabim, thash se nuk ka shansa me ndodhë ky send. Për një 30 sekonda edhe ai në telefon nuk foli hiç. Dhe unë pitha mallo, s'po përgjigjet. Kur dikur më tha, o shpat, tha unë jam para trupit ndjerës, tha mundësish nëse ka mundësi më marrë në banesë. Tha puna fëmijëve. Thash për 2 minuta jam aty veç sa të muj me mbri. Edhe jam dalë të dera, e kom pas lanë tjetër. Dardanin, që ai nuk e di ke realisht as që ka ndodhë. Ata e këshin telefonu edhe i këshin thonë që Gjulieta ka sulm në zemër edhe fëmit që shë kam pa. Dhe mas andena po ipim në veturë dhe po vazhdojmë me shku edhe po ma bënë mu tha qana në spital. Tash, pse ma në spital, tash na du të me shku të banesa se aty është. Kur mbritëm të banesa, po shumë policë dhe disa prej tyre që i ngjojmë edhe kështu. Po na thot ta ngushëllime tha për motrën. Tash në anën tjetër Dardani nuk e di ke shumë. Mbriti motra Elvina, mbiti aty, asaj nuk e di ke rasti shok. Edhe më doket si me ndodh dje. Na lypem të tentu me him mrenda për me këshyr, qysh po normal në ato momente nuk lejohet kur zho. Ta e kam bo punën e të në mënyrën më të mirën dhe mënyrën që shu duf me kryja ja. E mbajnë mend shpat bisedën e fundit me Gjulietën? Me Gjulietën e mbajnë mend 2 ditë para se me ndodhë rasti. Dhe me thonë na e kena ka o artë në shpe, edhe busqeshen edhe harren që e ka posa ditë nuk e harrojmë asnjë moment. Edhe non stop do me thonë ka qenë me ngushtrim një djalë të migjes që ka u martue, qërë të qemë muhabetet e shpis të bohe i gare. Do me thonë nuk kena vrej diçka që ajo ka mujt me pas për këtë pikë. Po pastaj shpat si ju tregut fëmijëve Gjulietës? Pastaj Elvina motra e morë me veti fëmijët dhe vazhdojmë banesë.
unë e Dardanit I thash, vazhdo ti në shtëpi se ka nevojë në shtëpi për ty shumë, dhe më dëgjoj, shkoj, unë kom deri në momentin e fundit që të rek trupi. Do më thonë nuk kom levrit prej aty të asë një sekundë. Ta na kom shku në shtëpi, realisht ato momente I kujtoj shumë keq se kur I kem tregu nonës edhe familjarëve tjerë, që më thonë na duft me ardh ambulanta, na duft me ardh shumë njerëz për me qetësu situatën se ka qenë shumë e rëndë. Masandena u përgatitëm për sende tjera që duhet më përgatit, për voreme dhe për krejt. Faleminderit shumë prej qytetarëve të pesë që na kanë ndajt afër, na kanë respektu, na kanë nderu. Kem pas një varem të madh, një të pame shumë të madhe. Kemi qenë edhe ne pjesë të ceremonisë varimit dhe kemi pa një numër të zakonisht madh qytetarëve. Krejt vendeve të Kosovës kanë ardhur na kanë nderu. Çka jam mirënjohës dhe falënderues si familje. Po dhimbta nuk po përfundoj asnjëherë. Çdo ditë, domethënë vjen vish të ushtu edhe të ushtu. Na si familje kena fillu pak me marrë veten e me vazhdu për punë se jeta duhet me vazhdu edhe me pas sende tjera. Po momentin kur ti kthesh edhe I sheh, domethënë e kupton që mungesa e Gjuljetës është në çdo cep të shtëpisë, në çdo cep të jetës, çdo moment që neve na kalon na e kena me Gjuljetën. Po ndalim pak tek fëmijët shpat, meqense ata janë shumë të vogël. Fëmijët janë kush është ndalë me ju tregu gjithë këtë ngjarje sepse është shumë e vështirë për ta. Paulina vajza e madhe realisht e ka ditë. Tara e ka pa, vajza e dytë. Gjerdi djali nuk e ka pa dhe nuk e ka ditë se na jena mundu pak me bo ata mi thonë ka shku në Gjermani, ka shku në Gjermani, ka shku në Gjermani, tash kthehet edhe një ditë tha unë e di që ka ndodhë djali. Po vish një sen du me cekë që po bëhet një vjetë. Dhe as të njoni fëmijë, as të një moment, as të njëherë nuk thot po du babën, po du nonën. Na sa do që mundohem I madhe I vogël I familjes tonë, motrat, vllau, krejt që ka jena do me thonë, agjallar, krejt, mi jep ngrotësin, dashurin, mi jep krejt botën. Na nuk mundem mi azavëncu as një moment dhe as një herë nonën. Që çdo herë flen dhe qohet si Gjerdi, si Tara, si Paulina me Gjuljetën. E kam shumë vështirë me fol, po ata janë amaneti I motrës tanë, na inshallah mundem mja dalë dhe mja qua amanetin që mja shkollu, mu bo fëmijë të hajrit dhe mu mbura dhe ajo në atë botë me ta. Kuptohet që është një dhimbje jo vetëm për juve si familje, po ka qenë edhe për gjithë neve dhe gjithë qytetarët. Po edhe duhet patjetër me ndalë pak edhe tek nana e Gjuljetës, sepse ka qenë shumë e vështirë edhe për ta. Dhe mbaj mend kur kemi qenë në ato fillimet, e di që ka qenë një gjendje goxhatrane, emocionale. Nana e Gjuljetës, ashtu që e ki pa ti, hala vazhdon me qenë ashtu. Në gjendje shumë të rëndë, emocionale. Po ja fladitin shumë fëmijët e Gjuljetës se edhe I përngjajnë shumë Gjuljetës. Edhe ka ona e qysh jetojnë, qysh krejt. Do me thonë mundohen ajo çmallet me ta shumë. Po nana Gjuljetës e ka një sen që është shumë gru e fortë. Është gru shumë burrore që mundohet na dhimbtën e vetë dhe neve me na hek. Na fol, duheni me vazhdu me jetu, duheni me vazhdu, duheni qëre keni shumë fëmijë, qëre keni këto, qëre keni ato. Edhe non stop është me neve për çdo send.
Shpat, kërkoj shumë falje se di që je shumë i emocionuar dhe një farë forme, vetëm po ua rihapim plagët, por këto gjana duhet me diskutu për shkak që javët e fundit vendi ka qenë në tensione sepse kemi pas shumë vrasje, plagosje edhe gratë e tjera të cilat kanë humbur jetën. Edhe pikërisht kjo intervistë e ka këtë qëllim që me ndërgjegjësu si që si ka ma herët publikun. Sa keni marrë për kraje shpat prej institucioneve shtetërore, e kanë kry mirë në këtë rast punën e tyre? Në rast tanin, respekt për policinë e Kosovës, për prokurin, për gjykatën e PE-s. Në çdo aspekt janë konë shumë të mirë, e kanë kry punën e vetë në atë mënyrën më të mirë të mundshme. Sa që prej momentit parë janë sill mirë domethënë na kanë prit mirë, na kanë fol mirë, na kanë tregu çush ka më vazhdu. Prokurori e rastit Valbona Disha Gjosaj ka bërë një punë shumë mirë që realisht ka kërkuar edhe dënime bukureshëm që gjykata themelore e ka jep. Shpresoj shumë që edhe instanca tjera, apeli, supremja, kudo që shkon kjo land, të ketë njëjtin vendim, që të mos merr vendime tjera, se realisht neve si familje vendimi me burg përjetshëm sa do pak na ka letu dhimbten. Se unë mendoj që vrasjet në Kosovë nuk ndalen asnjë mënyrë nëse nuk janë gjitha gjykatat, gjithë institucionet një zëri. Se kur pe dënon gjykata themelore në PE, në rast tonë e ka dënuar me burgim përjetshëm. Nëse apeli ja ul dënimin, ai vish familjes ka mi hap plak tjetër. Nën një, nën dy, kam menduar edhe dikush tjetër që ndoshta thot se pe bëj edhe unë këtë punë, se masi ati ja ulën, ma ulin edhe mu dënimin. Kështu kur të vendosin tonë, 20 vjet gjithat, e dim edhe ne si familje se çfarë ka më konë edhe u kry. Edhe besoj që kam ju ra mend, në kry kam ju hi gjithë dhe tjerëve që mos me bua të sen. Se e din që nuk ka falje për ata persona. Njeriu, do me thonë, në këtë rast femna, njeri ma të besueshëm e ka bashortin e vetë. Kuptoj. Mu frigu edhe prej bashortit vetë. Nuk e kuptoj çka duhet me pas ma të keqe. Çdo sen duhet më konë tënd një zërit. Si institucionet, në rast tanin, unë e falenderoj shumë falenderoj avokatën tanë, fëmijë Gashi Bityqi, cila e ka bërë një punë jashtëzakonisht mirë. Në çdo aspekt, kur ka bisedu, kur ka fol, po në institucionet janë konë të preme që nuk ka falje për një person që e vran grunë. Nuk ka falje për atë person. Nuk më me thonë me kom vra pa hiri. Se si jom konë mirë. Merën një send në zetë, mbaj e ndorë. S'pe mban. Shpat për shohim çdo ditë në për diskutime këto ndasi që po bëhen burra, gra, jo liria tepër të grave po sjell pasoja të tilla, jo burra duhet me qenë kështu, po në këtë rast gjykata ka qenë motra juaj. Si shihni ju këto? Nuk mendoj që është ajo në pyetje se gratë edhe femna duhet me punu, të duhet me jetu. Gjulieta u konë një person që u konë, më në thash edhe si fëmijë u konë ma i panvarur se krejt tjerta na. Ajo ka punu dhe ka fitu vetë, tash që me bo, me ndajt edhe gruja të shtëpia, kush me mbajt familjen? Cili person me mbajt? Kur burri nuk punon. Nuk mendoj që veçojnë ato ndasit pak, edhe na si shoqëri pak, jena mashtru edhe shumë prej internetave, prej sendeve të mundu me bo jetë që nuk mundu me mbri. Gjulieta nuk e ka pas atë sen. Gjulieta e ka jetu jetën me ato që e ka pas. Gjulieta ndoshta ka mujtë mos me pas kur gjo, po shpirti sena u konë shumë i lumtur nga të fëmijët sena. Dhe çdo moment që u shku në shtëpi kur i ka pa, sidomos djalin e vogël, 6 vjet të gjysë që i ka tash, u konë njeri më i lumtur i botë. Ajo ndoshta ka pas dhunë psiqike shumë madhe, po i ka pas 3 fëmijë që asnjë moment nuk ka mendu milion vetëm, asnjë moment. Atë Gjulieta ndoshta ka pas mundësi me lon burrin dhe me vazhdu jetën, po ajo ka zgjedhë jetën e sena për fëmijët vet.
Unë mendoj që këto senda që po ndodhin pak, thash edhe njerë, interneti pak na ka çorientu për jetës, se përshojmë një person që po mendojmë që gjithë duhet më konë si ai. Kuptot. Shpat po du me ndalë pak këto për faktin që a mos është ndoshta ma mirë nga njëherë mos me hesht kur ka probleme të shumta që mos me ardhë deri në përfundime të tilla? Që ndoshta me folë ma shumë edhe vajzat, me familjar, me vllazni, me... Shumë të madh ndaj këtë vajzave që kanë çdo problem të voglin, le të folin me familjarët e vet. Le t'i tregojnë si nonës, si babës, si vllaut, si motrës, si gjithë cilit person, le t'i tregojnë çfarë problemi kanë. Bashkë mundë me zgjidhë gjithçka. Nëse ti e mban veti ata, kur zho nuk i me zgjidhë. Ki me shkatru, ki me pru një send, ndoshta deri te vrasja, deri te shkatrimi i jetës tonë dhe plotësisht. Kuptohet. Bashk mundëm gjithçka me zgjidhë. Krejt vajzat, krejt njerëz që kanë probleme me lidhje me familje, është mirë mi ju tregu familjarëve vetë. Është mirë. Sa më shumë që i tregon, ti ki me pas një plus më të madh. Kuptohet. Se e shoh tek gjeneratat, sikur ndoshta të them fshatarët e Gjuljetës, ndoshta e kanë pas pak ta se është marrë me fol, kanë frikë dikush me fol, ka problem, arsye të ndryshme që e ndalin dhe thonë hajtë se po vazhdoj në këtë lloj forme. Unë them lidhje me Gjuljetën dhe me motrën time, që pak ka shumë që ajo s'ka pas shef hatri babës vet. Kuptoj. Asnjëherë m'ja hub hemrin e tina, asnjëherë mos me pas ndaj problem në ata edhe kam bajt shumë sende në veti. Gjenerata e Gjuljetës e ka ato se qysh më pret familja ose mundet me më thonë diçka. Po nuk ka familjar edhe unë them nuk ka familjar që e pret keq. Nuk ka njeri që e pret keq. Gjithë secili njeri motrën edhe vllahun e vet e afron. Po që është edhe ajo që nuk du me u marrë ftyrën familjes edhe hajtë se po i përballojnë gjithë këtë barë ka shtë madhe, vetëm mos na e drejtoj dikush gishten për një... Ti nuk pja merë familjes ftyrën, po përfundon deri te vrasja. Nëse ti përdoron një herë, 2, 3 dhe po mrin deri te vrasja, ku na pja merë ftyrën? Sepse kjo ka pastaj shumë pasoja. Kjo ka shumë pasoja të rënda. Unë thash edhe më herët. Ti çdo moment që unë e kaloj, unë jam të mendu edhe tash që jam të folëm të mendu Gjuljetën. Ndoshta Gjuljeta shumë herë na kishte tregu shumë raste, ose ndoshta 2 ditë para se me ndodh rasti që u konte na, ti na kishte thonë e kam qit problem. Ndoshta e kishin parandalu. Ndoshta i shardë si shbo kjo rast. Unë tham, Zoti e ka desht, Zoti i sprovon njerëz, kjo është një sprovë prej Allahit, na kemi mbështetje të madhe prej tina, e falenderojmë çdo minutë që na jep jetë. Inshallah na mundson edhe një herë po them, fëmijët e Gjuljetës më konë në rrugën e duhur, në rrugë të mirë, që para asnjë moment mos me kthy kryt mbas. Se prej me na mundohem shumë, asnjëherë mos mi mungu kur zho, se as Gjuljeta nuk kalon kur zho mi mungu, as nonën në shkollës, as me hongër, me pi, me pas një jetë mirë, një jetë normale. Krejt familja jena bashkë me motra, me krejt jena bashkë për çata fëmijë. Edhe kena me vazhdu me konë deri sa kena me konë gjallë. Vjen shumë i shpa që për shokët forcën dhe që jeni gjithë bashkë për një ani tjetërin. Po Edi a ka tentu ndonjëherë me kontaktu me fëmijët? Asnjëherë. Unë du vish me thoni sen. Sa do prind që je, edhe sa do njeri që je, në gjykim ka qenë edhe Paulina. Të me thonë aty u zgjat pak gjykimi se ndodhi një prishje e kompjuterit, dhe për që stënton njeriu 2 orë mos me shiqu qiken e vetë. Asnjë moment mu nuk ka ndodhë. Tash vjen një letër për një avokatit që e ka marrë, edhe lyp për me ja fal dënimin.
Qysh mi a fal një njerit kur nuk e këshyrë qiken e vetë? Qysh mi a fal apelin një njerit që nuk e këshyrë qiken e vetë? Po Paulina, Edhe Paulina nuk dash është që kërkon. me kontaktu me, kanë lyp arsye prej babait tyre? Asnjëherë. Unë të thash edhe më herët. Një vjet u bo, hala një herë nuk e kanë lyp babën e vetë. Gerdi i ka 6 vjet e gjys. Tara i ka 9 vjet. Asa ta dytë nuk e kanë lyp asnjëherë. Nonën e vetë qohen me nxez, e lypin Gjulietën. Kur vjen puna drekës, për shembull, e mbarojnë me hongër diçka, thotë çështu ma ka mbaru nana. Kur flan e lyp fotografinë e nanës. Të me thonë, na krejt për jepim, po ngrohtësinë e nanës nuk po mundëm jep. Unë edhe njerë po thonë, çdo femën që ka probleme, se na gjithë se cili njeri ka probleme që kalon, që te kalon. Po çdo problem që nuk mundesh me te kalu, ktheu ka familja dhe kërkon ndihmë. Shpat, jemi në fund të kësaj interviste edhe duke pas parasysh një numër të madh të audiencës edhe të gjitha këto ngjarje që kanë ndodhur, cili është mesazhi yt, qoftë edhe për burrat, po edhe për gratë, që të vedisohen edhe të ndalojmë më këto raste dhe të mos përsëritin kurrë më. Se fundja edhe fëmijët, edhe familjarët po i vuajnë shumë përveç personave cilët janë pjesë e këtyre sfidave. Unë edhe njëherë ju falenderoj juve për ftesën, edhe njëherë thëmë që çdo burr dhe çdo grua t'i lej anash jetën që nuk mundesh me arrit. T'jem bashkë për njëri tjetrin, t'i ndihmojnë njëri tjetrit. Ajo femën ose ajo burr, ai burr që ka probleme të llojit më të ulët, le të kërkojë ndihmë, si prej familjarëve, si prej mjekëve, si prej institucioneve, si prej gjithë shkafit. Vrasjet janë të ushtu, nuk janë të paku. Unë në këtë rast shumë ka njerë i fajsoj gjykatat për një arsye që pi kthejnë rrugjikim, veç për çata. Mos e kthen rrugjikim një rast se po bëhet lajm. Çdo njeri pe lexon. Krejt pe këshyrin. Banoni krejt një zëri. T'i ndihmojmë njerëzve që për i me ka nevojnë këto probleme. S'po di qysh me thonë, çdo aspekt jetës t'i bëhem krah njëri tjetrit. Sidomos burri dhe gruaja tjetë për njëri tjetrin shok dhe shoqe. Nuk bën gruaja ose burri kur shkon në shtëpi nervozat e punës mi mbarë shtëpi. Lejmë punë. Pak ma shumë kontroll Lej edhe punë. balancë. Kontrollo jetën, mundoh në ato sendet e tuja. Shpat shumë faleminderit. Kemi qenë ndërum që të kemi pas sonte në studio dhe për gjithë këtë histori që ndajten në detaje për ne. Ne t'jemi shumë mirënjohës edhe urojmë që sa do pak të ketë qenë frymëzim për gjithë publikun edhe urojmë me zemër që t'ju vije fundi këtyre rasteve dhe mos diskutojmë më kurrë për raste si ai i Gjulietës. Faleminderit dhe një shumë për juve. Kënaqësi.